Psalmisti thot: Zoti është pranë atyre që kanë zemër të thyer. Besimi krishter nuk ka të bëjë me fshehjen e dobësisë son, por me lejimin që Zoti të na takojë pikërisht aty. Zoti nuk tërheqet nga të fortët, por nga të dobetit, nga ata që s'kan me fuqi. Ungjilli nuk thot: bëhu i fortë që Zoti të jetë me ty, por Zoti është tashmë pranë. Krishti e dau trishtimin ton, e lodhjen ton, luftën ton. Ajo është Emanueli, Zoti me ne, edhe kur zemra na qahet. Shënda Ambrosi ka thënë: Krishti nuk shëron atë që fshehim, por atë që i tregojmë. Prandaj, Adventi është një kohë për të qenë të sinqert para Zotit, për të lëshuar barrën dhe për t'i lejuar atij të na mbajë. Dhe në fundit, një sfidë. Dërgo një mesazh inkurajues ose bisedo me dikë që e di se po kalon një kohë të vështirë. Dhe ti dini se nuk janë vetëm.